Në mes të arave në afërsi të qytetit të Lushnjës, një grua 33 vjeçare po projekton të ardhmen duke ndjekur gjurmët e sigurta të nënës. Valbona Arapi udhëheq prej disa vitesh ekipin e kompanisë së eksporteve Neta, emri i nënës së saj. Nuk është tunduar asnjëherë nga mendimi për të braktisur tokën apo fshatin drejt qytetit, pasi në themel të funksionimit të saj ka 2 shembuj që ja kanë dalë në atë ecurinë e vrash të bujqësisë shqiptare, prindrit e saj. Gjatë gjithë kohës që në fëmijëri unë jam rritur me bujqësinë. Familja ime ka qenë një familje bujku. Më pas i kemi hyrë pjesës së tregtisë. Kështu që unë kam qenë gjatë gjithë kohës, kam qenë e vogla e shtëpisë. Edhe rrija gjithmonë mbas mamit dhe babit, shikoja çfarë bënin, ku vinin, më merrin me vete tek puna. Edhe gjatë gjithë kohës kam qenë që kërkoja, shikoja. Në fillim kanë qenë që punonin në fshatra. Gjithmonë shkoja mbas tyre, shisim me kile. Ka qenë e vështirë atëherë s'kishte filluar eksporti fare. Mami ishte detyruar që të shkonte në fshatra të shiste dhe produktet tona, po për ta plotësuar gamën, merrte edhe disa produkte në tregun e qytetit të Lushnjës. Ishte shumë e vështirë në atë kohë. Ne nuk e kemi kapur. Unë e kam shijuar sepse isha e vogël, edhe më dukej e bukur, po mami edhe babi kanë vuajtur shumë atë pjesë. E ka filmuar në kujtesë ashtu nënën e saj si frymë dhe mbështetje për gjithçka që do të vinte më pas. Që prej vitit 2000, Neta Arapi do të ndërtonte me shumë mund një shtrat të sigurt për vazhdimsinë në sektorin e eksporteve të prodhimeve bujqësore. Prej gati 5 vitesh, vajza e saj, Valbona, është kthyer në atë traun që mban peshën e punëve në këtë kompani. Jemi rritur me frymën e punës që të vegjël, kështu që gjatë gjithë kohës e kemi pasur atë që të ndihmojmë prindrit të hesim sa më shumë përpara, ta kenë sa më të lehtë, se duke i parë gjatë gjithë kohës të lodhur. Dhe ne kishim atë idenë që t'i dilshim sa më shumë krah dhe t'i ndihmonim sa më shumë ata. Roli i grave në bujqësi ka një ndikim të rëndësishëm pasi ky sektor mban peshën më të lartë në punësimin e tyre. Afro 40% e grave të punësuara në vend punojnë në bujqësi. Valbona tregon për zërin e Amerikës vështirësi që has në aktivitetin e saj në fushën e eksportit të fruta perimeve, por mendon se pasioni e bën më të lehtë gjithçka. Është e lodhshme, është e vështirë se është një shprehje që thotë që bujqësia është shtëpi pa çati. Nuk ka një siguri 100% tek gjërat që do bësh, kështu që prap e shikoj që ato që janë të përfshira e bëjnë me dashuri dhe që këtë punë, nëse nuk e do, nuk mund ta bësh. Valbona është nënë e 3 fëmijëve, më i madhi djali 15 vjeç, vajza 8 dhe djali tjetër 6 muajsh. Të ndash punën në sektorin e bujqësisë me rolin në familje si grua dhe nën nuk është e lehtë për të, por as e pamundur. Po, është e vështirë. Për një nën, s'diskutohet, duhet të jetë sa më afër fëmijëve. Puna do kohën e saj, familja do kohën e saj. Tani kemi komoditetin që i marr edhe tek puna, për shembull, i marr tek puna dhe i them hajde rini shikoni, ti kem edhe afër. Përfitoj që ti kem edhe afër, që mund të kem kontroll edhe punën, mund të kem edhe fëmijët afër. Megjithse prej 5 vitesh Valbona ka marrë drejtimin sërish në krah ka nënën Neta Arapi, themeluesen e kompanisë, e cila di të hesht, të dëgjoj, por edhe të kritikoj. Mamat janë gjithmonë për të kritikuar. Edhe mami im gjatë gjithë kohës më ka kritikuar për ato gjëra që e shikon që unë mund të bëj një gabim. Më flet normalisht sepse është mentorja ime. Kështu që kam mësuar nga një profesoresh shumë e zonjë. Prej disa vitesh kompania e eksporteve në fushën e prodhimeve bujqësore Neta ka ardhur duke u rritur dhe sot statistikat për Valbonën, e cila ka kryer studimet e larta në degën e financës, janë tregues të qartë. Deri para 5 vitesh kemi qenë diku te 300 kamion në vit, në një sasi prej 6-7.000 tonësh. Kështu që sa ka ardhur gjithmonë kemi shtuar sasitë e eksportit. Sot jemi në 900 kamion, 18.000 tonë eksporte. Synimi për të ardhmen mbetet investimi në mekanizimin e proceseve të seleksionimit dhe paketimit të mallrave për eksport. Valbona Arapi ecën e sigurt sot mes dashurisë për tokën, natyrën, punën dhe familjen. Ka mentore nënën e saj, ndaj dhe ndjehet dyfish më e fortë dhe e sigurt. Të jesh në krye të punëve në çdo orë të ditës dhe natës është sa e vështirë, por edhe e bukur për të. Por kur kamionët dalin të ngarkuar nga magazina drejt vendeve të rajonit dhe Europës, e gjithë lodhja vjen dhe zbehet duke ja lënë vendin guximit të një gruaje që thjesht ka dëshirë të ecë përpara.
Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Lushnjë.